Policia e Tiranës ka goditur një rrjet prostitucioni ku shfrytëzoheshin seksualisht vajza të huaja. Raportohet se aktiviteti drejtohej nga një 47 vjeçare e cila jeton në Kolumbi. Mosohet se janë lëshuar 11 masa sigurie ku në pranga janë vendosur 8 tutor, si edhe janë shpallur në kërkim 3 të tjerë mes tyre edhe drejtuesja e rrjetit të prostitucionit. Ndërkohë janë proceduar penalisht 44 shtetase të huaja nga Amerika Latine që shfrytëzoheshin si punonjëse seksi. Raportohet drejtuesja e rrjetit 47 vjeçaria me iniciale GR që drejtonte këtë aktivitet nga Kolumbia dhe në Shqipëri bashkëpunonte me 39 vjeçarin Esmerald Cullolari. Ky i fundit ishte personi i përgjegjës për sigurimin e kushteve në Shqipëri për të ushtruar prostitucion. Po ashtu nga hetimi ka rezultuar se shtetasia 47 vjeçare dhe 39 vjeçari bashkëpunonin me shtetaset kolumbiane si edhe me shtetasen me iniciale M dhe punonjësen e policisë Anisa Brahja për akomodimin dhe përshtatjen e ambienteve ku këto shtetase do të ushtronin prostitucion. Finalizohet operacioni policor Orkidea për parandalimin dhe goditjen e tentativës për trafikim të femrave me qëllim shfrytëzimin për prostitucion. Ekzekutohen 11 masa sigurie, vjen në pranga 8 shtetas, shpallen në kërkim 3 të tjerë, procedohen penalisht 44 shtetaset të huaja nga Amerika Latine për prostitucion, thuhet ndër të tjera në njoftimin zyrtar të policisë.